Muadh ibn Jabeli transmeton se Allahu e pyet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ka për qëllim që ta mëson pejgamberin Allah dhe thot: ja Muhammed, për çka po polemizojnë banorët e qiellit? Çka po diskutojnë banorët e qiellit? Normal se pejgamberi Allah se ka ditë. Tha: o Zoti i madh, nuk e di. Tha: derisa e pash Allahun azza wa jall. Transmeton pejgamberi Allah në ëndër. Tha: derisa Allahu ma voj dorën e tim në gjoksin tim apo në kraharorin tim, tha, dhe e kuptova cilën tempe diskutojshin banorët e qiellit. Cilën tem? Ato kishin hap di tema. Tema cila është vepra që ma shumë dhe ma shpejt njeriun e pastrojnë pe gjunove. Dhe tema e ditë, cile që janë vepra që e lartësojnë ma lartë xhennetin e Allahut. Cile janë vepra që njeriun e lartësojnë në pozitat më të larta të xhennetit. Tha: e kuptova dhe u përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha: sa i përket veprave të cilët ja shlien njeriut mëkatet, ja shpaguen gabimet e tij. Tha: isbaghul wudu'i fil kerihat. Dhe për banorët e qiellit than, i shiquan veprat dhe i pan mëkat të cilët janë vepra që ma shumë dhe ma kollaj dhe ma shpejt njeriun e pasron pi gjunave. Tha: me ja dhon hakun abdesit. Mi po disa kur e kanë morë këtë hadith janë bo vezvese. Loj njerë, a e lojta, jo se lojta, pe loj edhe njerë. Pas e lon djerë, pas e lon 3 herë, 10 herë. Pejgamberi Allahut ka thonë: ai i cili e lon ma shumë se 3 herë ka bo zullum. E ka tepru. Pejgamberi Allahut e ka la kraun njerë, e ka la dhe djerë, e ka la dhe 3 herë. A më tha njoni, tha: si ta lash njerë, duhesh edhe këta njerë. Jo, s'ka problem, kemi transmetime si pejgamberi Allahut e ka la fytyrën 1 herë, krat ka 3 herë, s'ka problem. Nuk lejohet që me la ma shumë se 3 herë, si kur që nuk preferohet me i dhonë mes të kokës ma shumë se 1 herë. Dhe ata si pas sunetit pejgamberit Allahut, jo vetëm trikime ka për para. Mos ta prishë frizurën, gjelli mos t'i hupe, vetë trikime. Pejgamberi Allahut i ka lak durt dhe e ka morë, e ka përshi kokë, duke ja nis një transmetim. Prej ka para, e ka ecë deri në fund dhe e ka kthi te mas. Apo prej ka fundit e para, e pastaj te mas e në reqe dhe frizurën. Një u dhe dipun ka mundësi ke dhe ta pëzbajtoj shket sunet. Nëse frikës si frizura po të prishët. Pastaj pejgamberi Allahut gjithashtu i ka dhonë mes dveshve. I ka la pejgamberi Allahut, disa thojnë, e preferojnë që masi ti jepsh mes kokës, ti lagsh durt apet. Ban dhe me qatë parën, po ban dhe mi lag për zditi, s'ka problem, me i lag vesht, se ka thonë pejgamberi Allahut, vesht janë prej kokës. Çka është mi la vesht? Farz. Mi fërkuj, jo mi la mi qituj. E çka është qafën me la? Bidat. Tha njoni, ku kum kiliru, tha po une për që këtë qafë s'ka mor avdes. Tha se shumë shtirë, tha në ven me lak qafën. U shka thonë me lak qafën? S'ka hadith me lak qafën. Ata të cilët e praktikojnë, zbojnë asgjo, vetëm një bidat. Për ata, tha jam mësou mos me lak. Kjo është ibadet. Kjo është ibadet. Ibadeti duhet të mirë si që në ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata, banorët e qiellit thanë, vepra e cila i shlien mëkatet është përsosja abdesit. Tja jepsh hakin abdesit dhe thanë, këthratil u naqlil aqdami ilal gjumuat. Hapat me i qitë me shkun gjumon. Suneti pejgamberit Allahut në gjitën e gjumon veçanti, preferohet ato që e kanë afer me ardhë në kami, jo hipur. Ai që e qetë, ka thonë pejgamberi Allahut, ai që e qetë një hap për me ardhë në gjumon, sa se vape ka? Tha sa një mot me falë sunet. Sa një vjetë sunet, ditin hap,
sa 2 vjet, 3 hap, sa 3 vjet, 3-4 hap, po ashtu pejgamberi Allahut ka thonë për çdo hap, lanë mëkatet dhe ka një pozit në xhennet, ka një shkallë në xhennet. Sa janë të larta këto shkallë? Tha pejgamberi Allahut mes dy shkallëve në kam me hec 100 vjet. Do të flasmi inshallah. Ka premtu moti, po s'me ve në rejni me realizu. Inshallah do të flasmi një temë vetëm për shkallët e xhennetit. Sa janë, si hetet, si lartësohet në ta. Ka orë këtë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ti përmallojmë shpirtat tonë për xhennetin e Allahut. Allahu na bën nasib xhennetin e tij. Pastaj tha pejgamberi Allahut, dhe me prit namazin pas namazit, tha men fa'ale dhalik, kush e ban këta, tha ashe bi khajri, jeton në mirësi, vdes në mirësi. E qish i ka punë ki hallet me gjunat e veta, tha, kur t'i bëje këto vepra, është i pastër prej gjunave, si kur atë ditë që ka lind prej barkit të nonës. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu.